Policia kufitare e Morinës ka parandaluar një rast të tentativës për trafikun e një të miture dhe ka vënë pranga 2 shtetas. Gjatë kontrollave të imtësishme në daljet të territorit shqiptar, uniformat blu ndaluan një automjet që drejtohej nga Ildi Guri, 22 vjeç, banues në Berat. Në makinë ndodhesh edhe një shok i tij, si dhe një vajzë 14 vjeçare. Dyshimet e menjëhershme të policisë shuan në verifikime të shpejta ku konstatua se Guri po përpiqej të trafikonte vajzën drejt Kosovës. Së bashku me të në pranga ra dhe bashkëpunëtori i tij Aleksandro Keli, po 22 vjeç, i cili akuzohet për moskallëzim të krimit dhe ndihmë në këtë tentativë. Hetimet zbuluan se ngjarja lidhet drejt për drejt me një denoncim të bërë nga familjarët e vajzës 2 ditë më parë në 28 shtator pranë policisë së Durrësit, ku ishte raportuar largimi i saj nga banesa. Falë ndërhyrjes së policisë, tentativa u neutralizua dhe mitura ju dorëzua familjes së saj në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, materialet hetimore janë referuar prokurisë së Kukësit, e cila ka nisur procedimin për dokumentimin e plotë të rastit dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve.